إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allahun e falenderojmë për madhrisë e tij, për kulemi dhe dorëzohemi. Nga ai falje ndihem dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç tij dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij, paqja, bekimi dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar. Para disa ditëve ndodhi një takim me një burr të shtyrë në moshë. Edhe rastësisht erdhë edhe po më bën një pyetje, më nxit që erdhë u afru tone. Edhe më tha, ku ka shtëpinë, po më pyet për një grua e cila din gjithçka. Edhe din problemet të cilat i kam unë në familjen time. Pra, fërsisht tash plaku, do i kemë thonë qit mesazh. Edhe ula me bisedu me plakun, i thash, a bën me të vetën një herë shka ki për qëllim, po tha është një gru e cila unë shkojta ajo, s'pidi shpinë saksisht, am tregon thët se ajo din gjithçka. I din problemet që i ka me fëmijë, problemet këtë, gjithçka. Edhe fillova me bisedu me thonë, o aq, thash mas pari, kështu nuk guxon ti me thonë, se ai i cili din gjitha gjërat është vetëm Zoti. Ndërsa kretë na njerëzit tjerë ka mundësi diçka me ditë, jo kretë sene. Edhe tu bisedu i thash që, thash unë jam hoqë, thash për të këshilloj që kështu nuk bën me shku se është gabim. Edhe në fund, sikur se nuk u doj kënaqen dhe filloj me hec. Të ndru vllazën dhe motra me tregu drejtën e niva vetën shumë keq. Se ende ne muslimanët ngecim apo qalojmë në pikën kryesore që ka të bëjë me njohjen e Zotit Xhelashanu. A thu vallë sa ne e njohim Zotin. E tash këtë pyetje secili për neve duhet m'ia bo vetit. Llogaritë veten që çdo njëri për neve kemi hall çush ka pasur e plak. Dikush kemi probleme me shëndet, dikush kemi probleme me familje, dikush kemi probleme ekonomike, e sociale, të sigurisë të gjitha. Edhe njerëzit gjithmonë janë të prirë për mi zgjidh problemet edhe hallet e cilat i kanë. Edhe në shumicën e rasteve njerëzit nuk interesohen për marrë det e zgjidhja problemit, nuk intereson se çfarë rrugë e ka njek. A ka njek rrugën e cila është legjitime, apo ka ndjek ndonjë rrugë e cila është jo legjitime. Në të gjitha çështjet e jetës vllazën, kena mundësi me gabu, kena mundësi mi hup rrugën pak. Kena mundësi mu lejthit pak, mirë po në çështjen e Zotit. Kjo është primare, nuk guxojmë mu lejthit këtu, nuk guxojmë me gabu këtu. Andaj a thu vallë sa ne njohim Zotin Xhelashanu. Dëgjoni një porosi, një hadith, ose një ngjarje, ose një tregim që e ka tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmetojnë shumë sahabe, shumë shok Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe fatmirësisht koleksionet e hadithit të gjitha shënojnë si hadith apo si tregim i saktë. Thët ka qenë një njeri i cili ka jetuar më herët. Një njeri i cili ka qenë i pasur. Edhe para se me vdek, i ka mbledh bitë e tij. Edhe ju ka thonë, thët çfarë mendimi keni ju bitë e mi për mu si babë, çfarë baba ju më konë? Ata kreti kanë thonë, ke qenë shumë i mirë, ke qenë shumë i kujdesshëm me neve, na ke jap pasuni, na ke rritë, na ke edukuar, gjitha. Thët ky realisht unë si më konë njëri mirë, thët për shkak se asnjë punë të mirë nuk e kam. Edhe ka fillu mu dridh. Testamenti i fundit ka fillu mu dridh. Thët bitemi, thët pjelloni porosi, pjelloni testament, pjelloni amanet. Thët kur të vdes une, thët trupin tim, ju lo amanet mu ma djeg. E pasi që të digje trupi im, pasi që të bëj sikur se thëngjilli,
Ju porosis mi marr atë trupin tim, edhe mi bo sikurse hiri. Edhe me prit, thet, ku të bëhet hi trupi im, thet me prit një ditë kur ka frymë shumë të madhe, thet gjysën ati hinit mi marr mi gjujt thet në tokë, e gjysën tjetër mi gjujt në det. Thet se pasha Zotin, thet nuk di çka më dal para Zotit. Subhanallahu, kret jetën ka jetu, ka pas pasuni. Flitet se ky person ka pas shumë pasuni. E në disa transmetime përmendet se ka qenë vorraxhi. Edhe flitet që njerëzit kur janë vorrosur, shku i ka qel vorret dhe ju ka marr arin edhe kret stolit që janë vorros përpara njerëzit me ari me stoli. Edhe mbas asaj pastaj flitet se ka bu pasuni shumë të madhe. Thet asnjë vepër të mirë nuk e kum bë. Mirë po, pse e kalon këtë amanet? Edhe ju ka thonë bijve të vet. Thet se me bë me pas, dëgjoni fjalën. Thet me bë me pas mundsi Zoti më ringjall mu. Thet nuk di çu shko më dal para Zotit. Thet komo më dënu me një dënim shumë të ashpër. Andaj inshallah thet me çit veprim nuk muj më dal para Zotit. Me çit veprim ndoshta do ta pamundsoj unë mundsinë më dal para Zotit xhaleshanu. Allahu subhanahu wa taala e dëgjon me vëmendje. Edhe pasi që bitë e ti e kryin amanetin ashtu që ka thonë baba i vetë, pasi që të vdes e marrin e djegin, dhe kur të bëhet kufoma ti sikur se thënë gjili, e marrin dhe e bëjnë trupin e ti pluhur, dhe e presin desat fryn një frymë e madhe, dhe e shpërndajnë gjysën në tokë e gjysën në det. Allahu subhanahu wa taala la yakhfa alayhi shay. Zoti nuk i kur gjë. Ky është Zoti që na duhet me njoh vllazën dhe motra. Ky është Allahu subhanahu wa taala i cili Allahu në Kur'an thot wa ma qadarullahi haqqa qadri. Thot njerëzit fatkeqësisht hala nuk janë ka njohin Zotin. Ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri thot, çka të bëj ty që ta harrosh Zotin? Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Ai Zoti i cili ty të ka kriju, e të ka bërë në formën më të mirë, në formën më të përsosur. Thot pse e ka harron Zotin? Nuhi alayhi salatu wasalam i thët poplit e vetë, ma lakum la tërgjuna lillahi wa qara. Thët o ju njerëz, thët pse nuk keni ka njeni Zotin, pse nuk keni respekt dhe frikë për Zotin tuaj. Kthehem të tregimi. Allahu subhanahu wa taala e urdhnon tokën, se toka është krijesa e Allahut, është nën patronatin e Zotit. Krejt toka, qielli dhe çdo krijesë është nën patronatin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i thët tokës mbledhe trupin atij personit i cili e kalon këtë amanet. Allahu e urdhëron detin, edhe deti ja mbledh këtë ato mbeturina të cilat edhe formsohet trupi i këtij njeriu. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Edhe formsohet njeriu, i kthehet shpirti, i kthehet trupi. Edhe Allahu subhanahu wa taala i thët, o robim, thët çka çthyri ty mi bë kët testament mi lon bijve tu, mi citën pozit keqe vllatë tu. Fillon edhe dridhe, thët, o Zot, ju më tutët prej teje. Thët, sa asnjë vepër të mirë se kum bo. Thët, frika që në pata ndaj teje, thët, më shtyri mi bo në këtë veprim. A është e vërtet, thët, që vetëm frika ndaj meje, thët, po pasha madhnin tonë. Allahu ja falë, subhanallah. Që kjo është Allahu i cili është i msheshëm. Andaj fefirru ila Allah. Drejtohuni vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vetëm Zoti është dera madhe që i zgjidh hallet tona. Vetëm Allahu subhanahu wa taala në dorën e tij është çdo gjë. Kun feyekun. Kur Allah don me bëu diçka bëhet patjetër. Kur mos e hub shpresën prej Zotit. Kur mos e hub shpresën prej Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se Allahu është Razzaq, Allahu është furnizuesi. Allahu është Dhul Quwwatil Matin, është i forti. Allahu është bujari, Allahu është Malikus Samawati wal Ard, është pronari i tokës dhe i qiellit, dhe se çka ka në mes tyre. Dhe vëllezër dhe motra, folni vetvetes në radhë e parë, e pastaj folni ju familjarëve tuaj rreth Zotit. Tregoni ju rreth atributeve të Allahut. E kemi obligim që të gjithë ta njohim Zotin. Ta njohim Allahun ashtu siç Allahu e ka cilësuar veten e tij në Kur'an apo në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pasi që njohim Allahun, e kemi për detyrë këtë njohje ta vërtetojmë pa luhatje, pa më dyshe, se kjo është e vërtetë. Nuk mjafton vetëm njohuri, mirë po këtë njohuri ta shndrojmë në bindje. E pastaj pas bindjes ta jetësojmë veten duke u lidhur sa më shumë me Allahun subhanahu wa taala. Duke lexuar vazhdimisht surën më të shkurtër të Kur'anit.
I dhujtarët e Mekës i kanë thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Ansib lana rabbek", thot përshkruana se çysh është Zoti yt. Ky Zot që tjerë e kanë thirr mi besu ata. Tregona çysh është Zoti. Allahu ka zbritur surën ndër surat më të shkurta të Kuranit, që është suratul Ikhlas, që është sura Qul huwallahu ahad. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kjo sure është shkurtër, që i ka 4 ajete. Vlerën e saj e ka sikurse gjysma e Kuranit. Për shkak se gjysma e Kuranit apo dhe 1/3 e Kuranit apo më shumë flet për Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo sure e përshkruan Allahun subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Thuaju njerëzve, Allahu ahad, Zoti është një. Allahu është një në superlativen e tij. Allahu është një me emrat e tij të bukur. Allahu është një, vetëm një është. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Fjala samad do të thotë Zotreu i cili të gjithë i bindën dhe i nënshtrohen. Fjala samad do të thotë që të gjitha krijesat kanë nevojë për Zotin xhallashanuhu. Fjala samad do të thotë që çdo gjë ngritet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj vllazën, na musliman kemi nevojë, e kemi obligim mi njoh Zotin xhallashanuhu. Mi lexu apo mi kuptu apo mi përjetu atributet e Zotit xhallashanuhu. Mi ditë se çka do të thotë ehad, një, vetëm një. Samad është ai që çdo krijesë ka nevojë për të. Dhe çdo gjë ngritet tek Allahu subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allahu nuk e ka lindur askënd. Allahu nuk e ka lindur askënd për shkak se është i vetmi, është i veçantë. Nuk është sikur sa ai askush. Lam yalid wa lam yulad. E as nuk është i lindur. Pra Allahu nuk e ka lindur askënd. Pra nuk ka bir Zoti xhallashanuhu. E as nuk ka prind. Nëse nuk është i lindur prej dekuj. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sikur se Zoti nuk është askush. Imagjinata njëjtë ka njëherë mundohet mi përshkru Allahun ç'është është, mundohet mi bo mi krahasu, qoftë me ndonjë fenomen në natyrë, ose qoftë me disa krijesa. Nuk krahasohet Allahu me asgjë, me asnjë krijesë. Nga se huwa Rabbul Alamin, ai është Zot i të gjitha botrave. Dhe është ehad, është i veçantë, është një. Nuk është sikur se Allahu askush. Ka ardhur një hebrej te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, o Muhammed, ose ka besuar, ka thonë o Muhammed, thot ne e gjojmë në librin ton në Tevrat se Zoti në një gisht do ta vendos qiellin. E në një gisht do ta vendos tokën, e në një gisht do t'i vendos pemët, në një gisht do ta vendos dhëun, ujin e kështu të meradh. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke dëgjuar këtë fjalë edhe ka filluar me qesh. Aq shumë ka qesh Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa që ja kanë pa të mallat e Resulullah alaihi salatu wasalam. Edhe pasi që e përfundoi, e ka lexuar fjalën e Allahut, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Thot fatkeqësisht edhe pse njohin Zotin mirë, por nuk janë duke e madhnuar ashtu siç e meriton Allahu subhanahu wa taala. Zoti na bëft për atyre që njohim Zotin dhe e madhnojmë Zotin. Zoti na bëft për atyre që i kuptojmë atributet e Zotit xhallashanuhu. E pastaj këto atributet e Allahu subhanahu wa taala nguliten në karakterin ton, e që të na shtohet shpresa ndaj Zotit, e që të na shtohet respekti ndaj Zotit, e që të na shtohet frika ndaj Zotit xhallashanuhu. Ta dim se kemi një Zot i cili na ka krijuar, i cili na furnizon, i cili kujdeset për neve, që meriton respektin më të madh, që meriton përkuljen dhe që meriton flijimin, sakrificën dhe adhurimin vetëm t'ia bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Përsëri falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, e nisi obligim që t'i falenderoj gjithë vëllezërit tanë që jetojnë jashtë atrojeve tona e që pena gëzojnë, pena freskojnë me ardhin e tyre në vatanin tonë. E lutim Zotin xhallashanuhu që Zoti t'ju jap shëndet, e t'i begatoj në familjet e tyre, në shëndetin e tyre, në pasurinë e tyre,
E inshallah Zoti Xhaleshanu i bën shembull më të mirë dhe i bën ambasadorët më të mirë që na përfaqësojnë me dignitet. E përfaqësojnë edhe besimin ton gjithandej ku janë, i përfaqësojnë edhe traditat e vendit ton, kulturën e kombit ton. Andaj Zoti Xhaleshanu ju begatoft. Zoti ju dhash mbarësi edhe kënaquni në vendlindjen tuaj. E shfrytëzoj rastin që ta këshilloj veten edhe juve që gjatë kohës ku ju gjindeni këtu, mundohuni sa më shumë me majt lidhjet me familjen tuaj, me farafisin, duke i vizituar, duke qëndruar afër tyre, dhe dijeni se vizitat e familjarëve janë prej parimeve të fesë. Për këtë arsye ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ka dëshirë që ta ketë një jetë të gjatë dhe që të ketë furnizim të mirë në jetën e tij, falyasil rahimahu, le të mbajnë lidhjet me farafisin. Andaj besoj që do të kaloni ditë të mira në vatanin tuaj, inshallah Zoti ju jep shëndet, inshallah Zoti ju begaton, dhash Zoti Xhaleshanu që së bashku të jemi shembulli më i mirë, të jemi familje të shëndosha, të jemi kombi shëndosh dhe të jemi njerëz të suksesshëm gjithandej ku kemi. Kemi shumë vlera, i kemi këto vlera të cilat i kemi ruajtur prej historisë tonë, prej familjeve tona dhe i kemi vlerat fetare. E këto vlerat duhet që t'i integrojmë në karakterin tonë e pastaj me këto vlerat që t'jemi krenar kudo që gjindemi. Zoti na begatoft të gjithëve, Zoti i ruajt familjarët tanë, i ruajt njerëzit tanë, Zoti Xhaleshanu na bëft pishtar të së mirës, të jemi thirrsa në rrugën e drejtë, që të mundohemi ta promovojmë gjithmonë të mirën dhe ta luftojmë gjithmonë të keqen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman katira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة